Bloku opozitar e bëri të vetmën gjë që din ta bëj tash e sa kohë, pra bllokimin. Edhe pse në debat parlamentar pak ditë më parë, bloku opozitar kishin kërkuar që qeveria të dilte në mbështetje qytetarëve, kur erdhi momenti për të votuar, vendosën të pengonin pakon e cila do të ndihmonte secilën familje. Përderisa kostoja e jetesës po vazhdon të rritet si pasojë e krizave globale, bloku opozitar tash krenohen me faktin që pamundsuan qeverinë ta miratonte një pakon mbështetëse, duke mos pasur konsideratën më të vogël për vështirësitë me të cilat qytetarët përballen çdo ditë. Mirëpo, të gjendur përballë kësaj situate, qeveria jonë nuk mund të qëndrojë duar kryq. Unë kam kërkuar nga Ministri i Financave që të shfrytëzojë çdo mundësi buxhetore për të dizajnuar një pako për përballje me inflacionin ashtu siç jemi zotuar. Qytetarët e Republikës duhet ta dinë dhe gjithmonë duhet të llogarisin se qeveria jonë dhe e tyre nuk do t'i lërë kurrë vetëm, pavarësisht pengesave apo blokadave që të tjerët mund t'i vendosin në rrugën tonë të përbashkët. Prandaj, sot kam kënaqësinë t'ju njoftoj për pakon për përballje me inflacionin 2.0, të cilën e kemi dizajnuar dhe do ta miratojmë sot me masat si vijën. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Meqense për pensionistët dhe fëmijët nuk do të ketë nevojë për aplikim, sepse i kemi listat e përfituesve tashmë, do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese t'i bëjmë në fillim të javës që vjen. Pra, para festës Bajramit, ashtu që secila familje të ndjehet e barabartë në atë ditë feste, duke e ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri i Financave jam njoftuar që nevojitet procedurë aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme dhe besoj që për këtë Ministri do të mund të prezantoj detajet tjera në vijim. Jemi të vetëdijshëm se në mungesë të buxhetit të rishikuar, i cili u bllokua nga bloku opozitar, kjo pako të dashur qytetar nuk i adreson të gjitha problemet e nevojat, por sadopak lehtëson barrën për secilën familje në vendin tonë. Sepse për dallim nga bloku opozitar, qeveria jonë është qeveri që kujdeset që dora e shtetit të prek secilin. Jemi qeveria e vetme e cila ka dëshmuar se mendon për hallet e secilës familje në Republikën e Kosovës. Sot, gjithashtu kam kënaqësinë të ndaj edhe një lajm teje të mirë për të gjitha gratë lehona. Në qeverit para nesh nuk ishte bërë asgjë për gratë. Për 20 vite qeverisje të partive të tjera, askujt nuk i kujtohet as edhe një masë e vetme që ishte bërë për të mbështetur gratë. Kurse ne vetëm për një mandat kemi subvencionuar punësimin e grave, kemi mbështetur me subvencione e grante vajzat dhe gratë që merren me biznes.